të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Në jetën e kësaj bote, shpesh herë njeriu kalon momente e situata të mira të cilat e bëjnë të lumtur dhe e bëjnë të ndihet krenar. Por dhe shpesh herë në jetën e kësaj bote njeriu kalon në për situata të vështira, të pakajshme, të cilat vinë si rezultat i gabimeve tona, por dhe vinë si rezultat i sjelljes së keqe të dikujt ndaj nesh. E njeriu i mirë në të dyja situatat e gjen rrugdaljen dhe bën përpjekje që me rujt ekuilibrin mes hakut të tij dhe hakut e tjetrit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Duke pas parasysh se secili prej nesh kalon në për situata tilla dhe në kuadër të temës tiparet e shoqërisë ideale, edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm do ta përmendim një cilësi prej cilësive të mira që i kushton rëndësi të madhe Kurani dhe pejgamberi, e ajo cilësi është falja. Vëllezër të dashur, falja është prej cilësive dhe karakterit të besimtarit. Falja është gatishmëria dhe guximi më i madh përballë tjetrit. Nëse dikush të bën padrejti, nëse dikush të hyn në hak, e ti pra bëu burr dhe falja për atë shkosa ai kërkon falje dhe e ndjen gabimin kërshiteje. Vëllezër të dashur, në për libra të ndryshme kanë thonë çka është burrnia, cilat janë cilësitë e burrit të madh. Ka thonë burri i madh është trim. Burri i madh është i mençur, edhe burri i madh është ai i cili fal shumë. Këto janë tri cilësi që e veçojnë një burr të madh, që do t'ja marrë me lakmit jemi secili prej secilit të bëhemi si ai. Pra, falja është cilësi e burrave të mëdhej dhe falja ka qenë cilësi e njerëzve më të mëdhej që e kanë shkel këtë tokë. E pejgamberëve të Allahut xhalla wala, pe Ademit alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne po jetojmë me një kohë të dashur vëllezër që falja me arsyetu dikan, me fal dikan, por edhe mi kërku falje dikuj për gabimet që mund ta bëjmë, sikurse ka humbë për fjalorit tonë, sepse secili prej nesh pretendon që është i pagabueshëm. Edhe i vjen marrëm i thonë, falem për një gabim që e bën njeri. Por derisa pejgamberët e Zotit Madhërisëm i kanë kërku falje njëri tjetrit. Dhe na kanë porosit për falje, kush jemi ne që e kemi hek prej fjalorit fjalën më falë se kam hyrë në hak ose kam pas një paragjykim ndaj teje kështu me radhë. Falja dhe kërkim falje është cilësi e popujve të dijshëm, e popujve të mençur, e popujve progresiv. Që ne do të jemi musliman të tillë, sepse në jetën e përditshme ne jetojmë me njerëz. Ne mund bëjmë gabime në familje, në shoqëri, në rreth e kështu me radhë. Por këtë arsye vëllezër të dashur, nëse lexojmë Kur'anin e Kerimin, librin Allahut Azza wa Jall, që është burim ka për cilit ne motivohemi në jetë. E gjejmë se Allahu e ka përmendur në shumë vende në Kur'an faljen. Allahu ka thonë në Kur'an khudhil afwa, ja pejgamberit, ndjekë rrugën e faljes. Wa amur bil ma'ruf, edhe thirrni njerëzit në rrugën e drejtë. Wa arid anil jahilin, dhe distancohu për njerëz e ignorant. Ignorancë në Kur'an nuk e ka kuptime ai që nuk di me shurë me lexu. Por ignorant quhet ai i cili nuk e njeh të vërtetën me cilën ballavaçohet në situata ndryshme. Mund është me qenë akademik, por mund është me qenë ignorant në fushën për cilën po flet Kur'ani i Kerimi. Pra pejgamberit i thot Allahu xhalla wala, ndjekë rrugën e faljes. Sepse e dinte Zoti i Madhërisëm që ka marrë një moment që ky i dërguar i Allahut do të forcohet, do të fuqizohet atë shumë sa të gjithë ato që i kanë bërë zullum komi pas në dorë.
Sa që në ditë prej ditëve shokët e pejgamberit u dëshpruan. Një prej luftrave më të mëdha dhe më të vështira ka qenë lufta e Hendekut. Në luftën e Hendekut, vëllezër, pejgamberi ka urdhëruar sahabët me idenë të njënit prej sahabëve që ka qenë në origjinë për Persisë. I ka urdhëruar sahabë me çelë llogore. Edhe normal thuhet se kodrat e Mekës është një lloj guri, thonë gur vulkanik. Është shumë i fuqishëm, s'ka as i gurit fort. Edhe ato të varfër me shka me qelë kanallin e për kodra, edhe dëshpërojnë. Qëllon një guri madh. Thot vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i mshon një rregulli, thot bismillah, thot ra perandëria persiane. I mshon për zyt, thot ra perandëria bizantine. I mshon për stret, thot në ran bashk Jemenasit me gjithë Egjiptasit. Ta asaj kohë që s'ndoni botën. Njëni prej shokëve i tha ja Rasulullah, tha na jemi të dek këtu në shkretin, ti thu ko murzu perandëria persiane, që i ka 1000 vjet histori. A di çfarë tha pejgamberi? Tha ditë ku të rrezohet perandëria persiane, ti kimi vesh teshat e mbretit tyre. Mas vdekjes së pejgamberit ka rënë në dorë 3 vjet mas vdekjes së pejgamberit, u shtrëzu Persia. Edhe teshat e mbretit Hurmuz të persianëve të asaj kohe i ka vesh që ky që nuk besonte se në ditë do të jetë fitoria. Allahu e dinte se në ditë do ta fuqizon pejgamberin dhe e përgatiti për diçka tjetër, për një emocion tjetër, e përgatiti për një nivel tjetër, që kur je i fortë s'më ka një but. Allahu tha khudhul afwa, ndjekë rrugën e faljes. Se këni ditë kemu ballavaçu me krejt ata që kanë bërë zullum. Edhe këtë kemi pas në dorë, një ka një. Dhe shkoj gjatë kjo punë të dashur vëllezër, që ato që e persekutuan, që ato që ja e dëbuan prej Mekës, që ato që u bën shkaktar dhe ja mbytën vajzën, që ato që ja mbytëshin shok dhe ja gjushin për zgjallën zjarrin, që ato që ja grabonin, ja manin pasurinë, ja glabronin pasurinë, në vitin e 8 Hijri, pejgamberi vjen në Mekë si komandant suprem i asaj kohe. Por i dërguari i Allahut, edhe rrethohet Mekja. Dhe njerëzit filluan ata zullumçarët në Mekë me bisedu dhe me thonë, a thu shka ban tash pejgamberi me neve? Tha i kena ba zullum, s'kina lanë sen dynjat Allahit pa i ba. Dhe e kanë shpik në derë, se pe gojës të njerëzit flish shka s'nin Allah i dashur. Për ati që ka prish familjen, mos prit mirë për tina, që flet për ty miraj. Sa i standardën e jetës e ka qështu. Kjo është nivelli ti në familje ti. Prandaj flet për ty keq, për ata keq është në radhë. Se kjo është nivelli ti. Edhe rrethekojmë Mekën pejgamberi, e dinte se shokët e tij kanë muhakmarr. E di çka tha pejgamberi. Hala pa fol me ata mbrana. Asnjëri prej juve tha nuk guxon muhakmarr. Edhe nëse e shef vrasjen e babës, nanës, gruas, s'ka hakmarrje. Po i përgatit të ushtarët. Një tha ja Rasulullah, po e din tha që ma ka gjujt nanën gjallë, në zjarë, në filani dhe fisteki. Tha e di. Tha por sot s'ka hakmarrje. Sot s'ka hakmarrje. Edhe e rrethekun Mekën. Dalin që ato të paftyrë, pa ndërgjegjshëm. Edhe me bisedu me pejgamberin. Thot se keni dalë rrugës ashtu? Thot kena dalë me kërku, thot diçka për teje. Thot çka mendoni ju se baj unë tasht? Njani tha ti e dërguari Allahu, tha ti se bana ato sanë që kemi bana. Edhe pse gjithçka kemi bana, tha na kuna teje. Ama tha ti se ban, e diçka tha pejgamberi? Tha la par këtu Allahu më ka përgatit. Kemi pa tha vrasjen e vajzës tane, ama ti kemi afal. Edhe diçka tha pejgamberi? Tha idhhebu antum tulaqa, hecni ka doni, jeni të falë prej neve. Ama pe këti moment janë mos bani zullum, sepse nuk ja falë në më zullumin e s'kuj. Ky është edukata pejgamberit. Dhe vëllezër të dashur, në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, Allahu ka mi thonë njerëzve, kush ka falë në tokë sa ka qenë gjallë, që ti fali sa dun.
Allahu ka thonë feljafu wal yasfahu, thot le të falin edhe të harrojnë të keqen. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, a nuk doni që Allahu t'ju falë nesër në akirata? Nëse doni që Allahu të na falë, pra ne duhet me falë dikan. Ne duhet ta tolerojmë dikan. Ne duhet ta marrëmi për mirëqenie edhe për të mirë, ku nëse dikush na kërkon falje në jetën e kësaj bote. Të dashur vëllezër, është një ajet në Kur'an që Allahu xhelle wa ala po flet për ato që ka përgatitur Zoti xhenetin për ta. Allahu ka thonë alladhina yunfiquna fi s-sarra, ka përgatitur Allahu xhennet për ata të cilët japin në rrugën e Allahut edhe në fshehura zgjedhë hapur, edhe kur kanë edhe kur s'kan. Wal kadhimin al ghaidha, dhe ata që e frenojnë mlefin edhe falin njerëz. Wala afina lin nas, i falin njerëz, wallahu yuhibbul muhsinin, dhe Allahu i do ata që falin. Edhe pastaj zbrit ajetin Kur'an, ulaika lahum maghfiratun min Allah, për këta Allahu ka përgatitur falje, wa jannatun dhe xhennetin khalidin fiha, që kanë me jetu përgjithmonë, s'ka dhimbje, s'ka ndarje, s'ka pikëllim, s'ka mërzi, s'ka vdekje. Tha khalidine wa ni'ma ajrul amilin, dhe kjo është vendi më i bukur që është përgatitur për ata që kanë jetuar këtë mënyrë jetën e kësaj bote. Pra vëllezër, ne nuk po shkojmë deri te falja e madhe për raste ndryshme. Po le të nisemi pe gjëra më elementare, thjeshta, të mundshme, të jetës përditshme. Sepse një fjalë e vogël po prish balanca në familje. Një fjalë e vogël dhe betonohen gjanat pa nevojë. Ta ka thënë një fjalë pahiri, të kërkon falja. Pse për një fjalë goje po do me prish familjen? Po jetojmë na sot me një vend, me një kohë dhe dashur, që po kemi problem edhe me çifte bashkëtorë. Shkullëzim i madh. Që s'madh në historinë e njerëzimit. Ne jemi popull i ndershëm as turë mësane. Edhe kur diskuton me 33-at, pse e keni ardhur të ndarja, shkakton një fjalë e vogël. Po pse vëllai dashur ja mendon që e burr, verse e mashkull, burrnia ka tjera ligje. Ti si e burr verse e mashkull. Ti e mashkull për shkak gjinis, ama burri ka tjera cilësi. Kush je ti që ban padrejsi në familje? Kush je ti që s'tu më fal se kam gabu? Mos je pejgamber? Apo njëri si ka tjertë? Pra pse po kemi janë këtë gjendje një munar marë me thonë falë me vëlla se kam gabu? S'është marrë. Sepse jeta është shumë e gjanë. E në zvanë për një fjallë goje me prish balanca në familje, në shoqëri, në rreth. Ne jemi njerëz. A shpesh herë kjo mungesa kërkim faljes e betonon situatën, prishën familje, shoqëri, beqasi, edhe banë shkaktar me rritje time në përshpi. Si shembull bëj marr. Pra vëllezër të dashur, neve po na mëson Kurani i Kerimi me falje. Edhe vallahi, mbani përshtypjen e ditë një rast, këtu prej mesin tonë, prej xhamateve tonë. Tha në ditën e Arafatit, Allah, po më thot njani, hoxh, tha kam agjeru. Tha shallah që përbleft. Ke bani vepër të madhe. Tha po kumba diçka, tha po du më të pyet. Urno. Tha kur jam ul në iftar me ban ditën e Arafatit, tha i kam thonë o Zot, ti ke thonë që kjo dita më e madhe ku fali unë. O Zot, për hatër tanë po i fali, tha filanin që ka bëzë edhe më shumë. Tha kum ba vepër të mirë. Tha dhe kum harru më këtë punë. Tha është vallahi, kush ja le Zotit ndorë çështjen, nuk ka më të shkënje. Kush ja le Allah ndorë jetën, vallahi ai ka me fitu shumë. Ki mu që di që sillet jeta. Allahu tha tilkel ayamu nudawiluha baina an-nas. Këto janë ditë që një rëtulloj s'kur bumbën. Sot do këtë qenë kryje dhe banë zullum. Por ditë janë të punu kundra teje. Dhe t'janë momenti përgjegjës. Nëse Allahu t'ja kalon dorë dikush fatin dhe zullumin që ja bojnë na, nuk i me dalë për se bote pa e mor hakin. Prandaj të falë me njerëz dhe zërë.
Ti mësojmë fëmijën e tu me thonë fal. Ti mësojmë fëmijën tu me thonë në autobus, më fal, besë në është i gabova, u guta para teje. Në shkollë më fal me i thonë, sepse i kemi ba shkollat i këna ba, s'ku me kanë ku me diçka vëlla. Edukata mbi gjitha. Ne mund t'i prodhojmë 1000 doktora shkencë në vit, por nëse dalim për edukatë s'na vinë zenë. Se pasaj 1000 kauza tjera të false i krijojnë ata që s'kanë edukatë. Edukata punë e madhe vëllezër. Pra shifni se sa bukur në edukon Kurani Kerimi, dhe në thot, ata që falin, Allahu tha, irhamu, turhamu, për nga me i thot, irhamu, turhamu, më shirani që të më shirohani. Ighfiru, falni njerëz, që të falin në nesër ku dalë një para Zotë dhe s'kemi rudalje tjetër, përveç se nëse na falë Zotë, i shpëtojmë nëse na falë, ndëshkim është i ashpër. Pra kërkim falje është cilësi e njerëzve të mençur, është tipar i popujve të mirë, dhe ne na bjeme shkuna për dënja dhe e shokmi se çfarë kulture kanë tjerë, 100% çdo sjellje që e banë, jena gjendje me argumentu se Kurani ka folur për këtë çështje. Për këtë arsye kur e pranoi Islamin një prej dietarëve të Evropës tha, e kam pranuar Islamin me të lexuar, se me pas pranuar Islamin ti pa musliman se kisha pranuar Islamin. Wallahi ka njerë hoxha më në ku t'i shoh sjelljet e popullit tem si musliman, ka gjë dhe imanin ta lëvizin. E thu ku janë morë të njerëz, kujtojnë të njerëz. Çka më ke punë? Ku e kemi mësuar shumë vëllezër? Këto fjalë që po i them janë emanet për Allahu xhalla wala. Dhe ne secili për ne shpresojmë xhennet. Ne shpresojmë që kur mos dalmi pse botë i bën zullum dikujt. Wallahi që s'ka zot për veshtina. Më mire zgjedhni dikush për na bën zullum neve, se sa ne mi bën zullum dikujt. Kush do le ta bën? E ne nuk i bëjmë zullum askujt. Ne s'kemi kur gjanër tavolinë në musliman, jemi hapur. Se e dim që na pret dita gjykimit, dhe në shkelën në xhennet ata të cilët bëjnë zullum tjerë njerëz. E kjo botë është kalimtare. Pra vëllezër, kërkim falja është prej cilësive të besimtarit, të njerit mirë, dhe ne do të zgjerojmë zemrën me lenin Allahut azza wa jall, të falmi për interes të fesë, të kombit, familjes, shoqërisë, e kështu me radhë. Alhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.